Nderuar miq, do të flasim në këtë fillim jave, është ditë e martë, sonde është protesta e 45 apo e 6 në mos gaboj, megjithatë ka kaluar, jemi në mes të muajit korrik, temperaturat larta, jo vetëm në shesh nga protesta, por edhe në aspektin politik, të ndërtuara me akuza nga prokuroria dhe nga jashtë me dosje të ardhura. Të gjitha këto ne do t'i diskutojmë me mikun e emisionit tonë Zaçi Stami, avokat. Përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, është rikthyer debati për dosjen Aruba. Ju e keni parasysh njëri nga kolegët tuaj deklaroi dje që Arben Dangozi, që atje ka qenë Damian Gjiknuri, Ngjella Gaçi e tjerë. Gjiknuri tha që nuk ka qenë dhe do ta kallëzoj, por si po në gjykimin tuaj e dosje ka diçka doj sekret mbrënda, sepse palët mohojnë përfshirjen. Ndërkohë që autoritetet belge kanë sjellë dosjen sipas tyre me prova. Opozita i kërkon pakur të reagojë. Më vjen keq, por nuk kam informacion se çfarë ka ndodhur atje në Aruba. Nuk e di, s'kam informacion se s'na është dhënë informacion. Po mister ka për ju kjo apo nuk ka? Po jo, çfarë ishte, kush ka qenë dhe për çfarë është diskutuar? Aty sipas opozitës, por edhe avokatit Arben Dangozi, kolegu tuaj. Kemi bërë një marrëveshje bashkë. Po. Kemi bërë një marrëveshje. Kujdes me të janë në opozit me mua. Sali Berisha, ke të drejtë avokat, ke të drejtë e tërheq atë. Berisha thotë që kanë qenë përfaqësues të qeverisë dhe të krimit që kanë bërë pazare për pastrimin e parave në Shqipëri. Po përfaqësues të tij sa kishte dëbuar Berisha. Ja, këtë se di, a nuk e kam dëgjuar këtë. Ja, atë të na thot, sa ka dërguar njerëz të tij. Sa nga njerëz të tij ka dërguar. Megjithatë, janë bashkë. Aruba dhe çdo Arub dhe të gjitha Arubrat e botës, këta e bëjnë bashkë zotëri, asnjë gjë s'bën më vete Edi Rama. Avokat, duke qenë se nuk keni informacion për këtë dosje, më lejoni të kalojmë tek aspekti politik i zhvillimeve në Tiranë. Tani që pas gati sapo bëshe një javë nga protesta, ju keni thënë që protesta po shuhet atëherë kur ajo ishte në kulmin e saj dhe ishte në arritje. Nuk e di, ne kemi biseduar edhe për hera të tjera bashkë që ku paduat ju informacioni, indicia, intuita juaj që e mendoni këtë, që doni në këtë përfundim. Ndërkohë që si e keni parë në vazhdim sheshin këto net që për hir të numrave rezistenca në fakt vazhdon, por nga ana tjetër ky anormalitet me protestën, pra me situatën politike, rrezikon ndoshta që të kthehet edhe në normalitet dhe qeverisë mos i bëj përshtypje fare. Pra, okay, ata po protestojnë. Qeveria vazhdon punën e vet, Rama në Francë, në Turqi, pritet, përcillet, pra duket sikur nuk po lëviz diçka më shumë. Asnjë gjë nuk po lëviz. Dhe s'ka pse të lëviz, s'ka kush ta lëviz. Kush do ta lëviz? Kush? Mësoni kush? Sepse kanë vendosur atje tek kryeministria, e kanë organizuar në mënyrë të përkryer Edi Rama me Sali Berishën edhe me Pullum Pilinçin, kanë vënë 13-15 veta atje spion të tyre, të kryesuar nga Ilir Deda, i cili erdhi dhe më troqi zvarr, mua pa një urfare, pa e ditur nuk kush ishte. Bone mora vesh që ai ishte njeriu i Pullum Pilinçit dhe pas ka qenë që nga 2020 atë Pullum Pilinçi e kështu me radhë. Por ai nuk përfaqëson sheshin avokat, atje ka edhe njerëz të tjerë. Shtresat ndryshme shoqëri. Flas për mikrofonin dhe po e keni vënë re ka disa ditë rrjedh që flet vetëm një person atje. Ai person hedh panullat, ai person komandon turmën, ai person komandon mikrofonin, ka mbaruar ajo zotëri, ka mbaruar protesta. Dhe protesta ka mbaruar me ndihmën jo të vogël të Pullum Pilinçit, i cili deklaroi vetë, tha unë isha në Londër, tha isha në Amerikë, isha këtej, i ka marrë masata dhe protesta do bëhet paqësore, pras do ketë protestë, do ketë rënë të pushtetit, nuk do ketë dorëheqje. Është mbështetje absolute që i bën ai njeri
Edi Ramës. Ka arritur deri atje sa më ndjek mua nga mbrapa në proteste me këtë kontaktoj dhe me kë bisedoj. Unë të rastësisht takoj në protest Arlin Qorin, a i vete dërgon ashtu më fotografon dhe thot është bashkuar thot me komunistët e Arlin Qorin. E takuat në shesh, nuk besoj se kishin e gjë për të fshehur aty me Arlinin që takuat. Mund ta kem vëlla, po se kam bashkideator, nuk jam në një ide me të. Unë s'më dalon njeri mua të takoj këtë më doj qefi. Tani për hir të atyre që na dëgjojnë avokat, edhe atyre që kanë dyshime, çfarë biseduat me Arlinin që mos i vini me pikë pyetje edhe këta? Po nuk në jatë bisedoj, thash Arlin si e si shkon, dëgjoj, thash bashk jemi patrioti, thash po e kundërshtar një ide. As bën fjalë fare, tha, mirë pafshim, kjo që biseda që para me të. Madje takova dhe mbrëm, i thash të një gjë. Rastësisht takova dhe mbrëm, i thash na ka denoncuar Pilinçi, i thash na ka fotografuar duke bërë muhabet bashkë, i thash që nuk bënoj muhabet kush e di çfarë. Dhe urdhoi, thash, ja, nuk jam me ty, thash, nuk jam me partinë tënde, nuk jam me ideologjinë tënde, po jemi kurveleshas. Jemi patriotë, të një familjen, të një njerëzit që kushërit falefisin. Pra, deri këtu kanë arritur që ata përgjojnë në protest, përgjojnë kë kanë kundërshtar dhe i godasin. Dhe po ta vëshre, unë e paq po e denonsoj hapur Pullu Pilinçi, hapur fare, si të dërguar dhe si të paguar nga Edi Rama dhe Sali Berisha në dy bashkë për të sabotuar protestën. Hapur po e deklaruar. Dhe të dalë të thotë si shte vërtet se kam unë prova për të sa të doj. Avokat, por nga protestuesit është bërë thirrje që këtë vit të bojkotohen pushimet, njerëzit të dalin gjithë shesh, pra mos shkojnë në pushime këtë vit. Por përse do dalin, përse të dalin në shesh? Për t'i dhënë të lutem. Dërmën e fundit të qeverisë. Me ta do japin, duke thënë, o Ramazani, jetë doreqin, të lutemi shumë, pse kështu të dalin të arzojnë Edi Ramën. Po këtë dhe fëmijët e vegjël e mësojnë, thonë tani dalin dhe tallen shesh. Aty të lagja jo tallen kalemaj thonë, Rama jep dore, që tallen. Kjo është protesta jo, do të s'ka protesta. Ja, avokat, po ajo është arma më e fortë është fakti që është paqësore, avokat. Me këngë, me muzikë, me turpi i kësaj proteste. Ky turpi për kësaj proteste, që nuk duhet quhet protest, po duhet quajtur mbështetje dhe marshim paqësor në mbështetje të qeverisë, jo protest. Jo protest zotëri, protesta të heqdhëmbët. Se di avokat, sot një kolegu juaj që po flisja më tha që është edhe dita e revolucionit francez, sot 14 qershori që kanë korriku që kanë nisur. Tani se di në çfarë drejtimi do përfundoj, sa atë dim si përfundoj, po kjo. Kjo e përfunduar është, që tani bisedojmë bashkë, është e përfunduar. Dhe koha do më vërtetoj. Dëgjoj, je dëshmitar okular dhe optik. Që kam vite që ato që të kam thënë kanë dalë pik për pik më ta më. Kënoj kundërshtim deri këtu. Jo, nuk kam. Pra ato që të kam thënë kanë dalë. Derisa kanë dalë ato do dalë dhe kjo dhe është si tremun. Po, avokat, më duket çike çuditshme, prandaj po ju kundërshtoj se sheshi është realiteti ndryshe aty. Pavarësisht e numrave, protesta vazhdon, edhe numrat janë për të marrë në konsiderat, sepse temperaturat, pushimet e tjera, disa ikin nga diaspora. Unë dalë me ta bashkë. Për ta thënë me një fjalë, avokat, pishtari vazhdon të jetë ndezur. Po, unë dalë me ta bashkë. Unë jam pjesë e protestës. Unë jam protestues. Por nuk shoh sy për qabe, thot populli shqiptar. Kjo protest nuk ka sy për qabe. Përderisa del Pullu Pilinçi janë del natë për natë në atë ajo dritarja që ka hapur atje dhe thotë. Me qëndro aty avokat të sheshi të numrat, ata kanë dalë vullnetarisht vetë, nuk është se kanë organizim, vjen orari. Po i sabotojnë, nuk mos dili, Pullu Pilinçi del për ty thotë mos dilin protest. Atëre, si do dalin qytetarët? Mere shikojnë sa njerëz e mbështesin atje në atë podcastin e tij atje. E quajnë se çaj plot fjalë të bukura dhe njerëz në gënjen kollaj. Avokat, prandaj po e denonsoj. Dhe po them kanë lirinë që të dëgjojnë të gjithë, disa pro, disa protesta s'ka opozit, zotëri. Si s'ka opozit? S'ka.
Ma gjë kush të opozitë e protestës. Që duhet opozita protestës? Ata janë bashkë një kaos atje. Prap, atëherë ta ndërtoj ndryshe pyetjen. Protestën nuk ka opozitë që ta mbështesi. Atëherë për këtë del, përse del? Qa po thot? Më thuaj ti qa po thot protesta? Ata do bëjnë kuvendin avokat. Janë duke ngritur. Cilin kuvend? E di, dhe në kuvend. Kanë marrë shumë ish agent të sigurimit të shtetit dhe shumë spion. Avokat, ata janë çuna të ri atje, kanë lindur pas 90-s shumica. Ku bën agent ata? Po pse s'kan prindër ata? Vin nga... Po tani çfarë përgjegjësie do maj fëmia për çka ka bërë prindri? Të lutem, fjalët e mia do të dalin, këtu do jemi. Ne po bëjmë bashkëbisedim avokat. Dhe nuk janë të rinj atje. Se ka dhe që kanë studiuar e punuar jashtë shtetit, kanë punuar dhe me kompani që i fute dreqimet të birën amerikane, angleze, italiane, afrikane, qërë s'kanë gjënë, dhe dalën atë më dalë si protestues tani dhe si adetarë. Jo, zotëri, jo. Gjithkush që shkon atje në atë ta shikojë të komitet, shkon për ta sabotuar. Se do t'i bëjë pyetje, ti më njeh mua për opozitar apo për njëri që përshtatet? Jo, se i fort opozitar. Atëre, ka zot tjetër opozitar sa imi? Jo. E din emrin tim ata, e din numrin e telefonit tim, i din videot e mia, i din ato intervistat e mia, i din. Që nuk u kujtua njëri të Rodale se kemi një zot fort proteste këtu, pa ta të thresim aty të vi. Avokat, pra, ju keni qef vetje, për shembull, pse nuk ju kanë ftuar te kuvendi i tyre? Ora duhet të më ftonin ata se nuk lutem njeri unë. Unë jam të më lusin, zotëri, jo të lus. Prandaj të them që është kot. Se di se që them. Di që them. Dhe nuk kam listën emërore të tyre, se po të kisha listën emërore të tyre, ta bëja biografin kështu. Po... Skaner. Sepse ata kanë thënë që do bëjnë një kuvend me 300 antar, pa më pas një tjetër me 150, që do zgjedhin. Po ku janë? Po, ku janë? Ku janë? Ku janë? Digje ti ku janë? Ka pas një mbledhje, nuk e di te muzeu kombëtar, nuk e di ku ishin mbledhur para një 2 javësh. Që dolën në media dhe disa mesazhe që kishin pas edhe normalisht debate mes njëri tjetrit kuptimin pozitiv për idetë si do ta zhvillojnë. Zotëri, fakti që s'kam qenë unë atje, është që është zero me gjofka. Maj më të stash. Nuk dua të rrisë autoritetin edhe atë ergon time, jo. Po unë jam vje demarkacioni, zotëri, unë jam apozit e vërtet kundër kësaj klase politike. Ata atje janë të tërë të vajtur nga të dy klasat politike, duan me çdo kusht të shpëtojnë këtë klasë politike, pra të janë. Nuk janë për t'i shtukur me themel këta nga pushteti. Nuk janë që 1820 deputet dhe ministra e drejtore në drejtor e zënës ministra të shkarkohen të qërojnë nga pushteti. Për këtë jam unë, zotëri. Prandaj të themi është një vrim nuj ajo që bëjnë ata. Dhe qytetarët që më dëgjojnë do ta vlerësojnë këtë që u them unë. Avokat, por pavarësisht kësaj, fakti që ata janë shesh, krijon edhe një lloj presioni për qeverinë, se janë çdo natë aty. Po, i prishet puna shumë qeverisë, nuk e she, bje atë bëziu në ndër nga djalli sëmës në Amerika, ha direkt e shqiptarve, merr një 30 milion euro në arka jonë në drekëtona, paguan atë dhe ju prish puna qeverisë. Keni fjalën për këngëtarin? Po pra atë që prunë në ndër për atë nazistin. Por, avokat, një nga organizatorët e protestës tha mbrëm që presim ndryshime të mëdha në shtator, pra një pjesëmarrje ndoshta akoma më të madhe, dhe ndoshta edhe struktura që do ndërtojnë ata për të bërë më shumë presion qeverinë. Ama shtyrë për në shtator. A e kanë shtyrë për në shtator. Jo të shtyrë, presin atëherë, domethënë, do vazhdojnë tani, atëherë presin rezultate më të forta. Një minutë, se gjitha ato gjëra dhe mi kalove. Kush është ky organizatori protestës dhe në emër të kujt ka folur? Njëri brëm për dëgjoja që tha që gjatë bisedës edhe mund ta gjej që ta. Si u prezantua?
Po, një nga pjesëmarrësit, organizatorët aty që ka qenë qysh nga fillimi. Gjatë bisedës që po fillojmë, unë do ta gjej avokat edhe do ta tregoj, po. Të lutem, tjetër organizator dhe tjetër pjesëmarrës. Thot organizator ka një titull, ka një autorizim, kush është, cili është, ka përfaqëson. Ju kuptoj avokat, gjatë bisedës unë do ta gjej personin në fjalë edhe do a citoj më saktësisht. Megjithatë ju besoni që edhe gjatë ardhjes emigrantëve nuk besoj që ti bashkohen protestës gjatë gushtit. Për emigrantët vajti bërë punën më të shkëlqyer në interes e Edi Ramës, Pullum Pilinçi që vajti dhe në Amerikë dhe në Angli dhe në Evropë dhe vajti dhe u tha mos shkonin protestë. E ka sabotuar ai personalisht dhe ka deklaruar vetë. Nuk e them unë që bishpifje. U tha mos shkoni. Nuk është protest për ne, tha. Protestin ne do ta bëjmë, tha, kur ta organizojmë ne dhe pret ka dalë tani Siria me një bri atje me dy na prezantojnë gjithë një rako paja dhe një tjetër se që ka dhe kanë vetëm me ata të dy. Ai personi për cilin ju fola është aktivisti Ilir Xhemalaj, i cili mbrëm tek CNN tha që ndalon. Protesta do vazhdojë, ne presim ndryshime të mëdha, uroj. Ndalon. Shtatori do të lutem mos i thuaj më ato. Ilir Xhemalaj është kandidati për deputeti i atje Adriatik Lapaj, që nga ai për protestë, jo për zotëri, tanë për të marrë pushtet, nuk janë për të zhdukur klasën politike. Pra Ilir Xhemalaj është një nga ata të 12-13 vjet, 15 vjet sa janë atje që më penguan mua të flisja dhe që më hoqën më ngritën me gjithë karrike bashkë me atë Ilir Dedën. Jo zotëri, jo, janë ata, e kanë ata në dorë gjithçka, po ju them, ta di shqiptarët, e kanë komunistët në dorë protestën. Pra unë nuk e njoh personin në fjalë, po ju thoni që e kanë ka partitë e vogla protestën. Patjetër që jo, janë partitë e vogla, janë spionët e partive të mëdha që ashtu quajtura partitë vogla që kanë kapur protestën atje. Dhe janë ata që komandojnë gjithçka. Avokat, megjithatë Rama vazhdon normalisht në arenën ndërkombëtare, nga Turqia në Francë, nga Franca në Bruksel, pavarësisht se këte i thonë që jo një komision në Senatin Amerikan, jo hetime, jo mthe, jo të thash, jo akuzat e veritë. Tallet dhe Komisioni Amerikan, tallet dhe Shteti Amerikan, tallet dhe Ambasada Amerikane, tallet të gjitha Amerikane, Franceze, Italiane, Gjermane, drejt me të birit, tallet me shqiptarët, se Rama atyre u shërben. Rama është antikombëtar, Rama është hebres, qiput, ndjen gjë për kombin shqiptar, për popullin shqiptar, për tokën shqiptare. Rama i ardhurës në Shqipëri, emigrantës në Shqipëri nga gjyshi e tij. Rama duhet të qërohet një orën parë se nuk është shqiptar, mbi të gjitha nuk është shqiptar. Pastaj vazhdojmë për të tjera. Nuk i dim se gjë. Dhe Rama s'ka fare fisk këtu, zotëri. Rama s'ka rënj këtu. Rama s'ka vendlindje, s'ka, jo materitet, s'ka vendlindje në kuptimin e historisë familjare, s'ka. Atëre, përse duhet të ri kryeministër Kyçet Birçeni? Pra, ky duhet të zhdukur një orën parë. Këtë duhet të arrijë dhe të kërkojë protesta, por nuk mund të bëhet kjo duke dalë Ilir Xhemalaj atje, kandidati për deputeti i atje Adriatik Lapës. Jo, zotëri, jo, por ne nuk kemi qorra. Avokat, nuk na kalon dot ai. Ju në herën e fundit që folëm, tha që i kërkoni Erdoganit që të ndërhyjë për të na shpëtuar. Ndërkohë që e priti Ramën me të gjitha të mirat atje. Jo, e ke gabim shumë edhe mos e thua këtë, mos dizinformo opinionin publik, se e gazetar. Pritje tamam i bëri si gjithë tjerët. Jo, i vati me atletet bardha e Rama dhe i tha ktheu mbrapa, shko vishu pasaj të këtu, i tha. Ajo është pështyn surrati. E di këtë gjë ti? E pe që tale Mark Rutte si e ka i që i tërgote presidentit Amerikan atletet e Ramës. Jo, mor jo, Edi Rama nuk e do njeri atje, po Edi Rama e mban Izraelin pushtet. E mban Qifutistani, që quhet Izrael. Qifutistani, që quhet Izrael. Pra ju thoni që Rama ka rranj forta.
Jo, rroj s'ka në Shqipëri ai. Jo, Ai është një nga që pa e mbaj. ai është një agent i emëruar në krye të shtetit dhe të politikës shqiptare nga ata që kanë para dhe që kanë pushtet, po jo nga populli shqiptar. Se ka i që kontraditu, në qoftë se Izraeli e mban edhe Turqia luftë me Izraelin, si shtat ju, e nxori i tha ike vishu, tani si, mund t'i mbaj mirë me të dy Rama dhe Mishi të piqet e heri mos digjet? Jo, Rama me Turqinë nuk i ka fare punë të mirë dhe ne shpresën për të shpëtuar nga Izraeli e kemi vetëm nëpërmjet Turqisë. Asnjë tjetër. Pra, edhe ju ku thoni ju avokat që nuk do ketë investim atje, do ta shpëtoj Turqia. Por nuk bëhet fjalë fare që nuk do investoj dot deri atje, se ai stok pasaj që do lahet me gjak. Dhe ata e di mirë këtë gjë. Ardhja e kolonëve izraelit atje do mbys vendin i gjak, po ta them. Këtë e kanë marrë vendim shqiptarët, këtë e di mirë unë. Po e mbyllim të bisedë avokat me pak shpresë ose pothuajse hiç, pavarësisht se unë nis fuqishëm një muaj më parë. Zero shpresë, zero shpresë. Po i dekurojoni dhe ata pak që mendojnë që mund të ketë një ndryshim. Dhe ata e din që nuk i mbështet njeri, nuk i udhëheq njeri, dhe ata nuk e din kush del në krye. Derisa më del Ilir Xhemalaj te komiteti tek ata të 300. O tempora amores, o pse nuk përgjithësit fare kjo Shqipëri. Ore zotëri, si mund të dalaj me Adriatic Club, do të thënë është me Edi Ramën, direkt me Edi Ramën. Avokat, çdo njeri pavarësisht ku ka qenë, çka ka kandiduar, ka drejt që dalë të protestojë. Aty ka pasur deputet PD-s. Jo, unë e ka fjallën tek thirrja që ka bërë si pjesëtarja e komitetit pashtu dhe dalë protestojë se më prishnoi punë. Ai beson, ka shprehur mendimin e tij që në shtator do ketë ndryshime, thotë, dhe presioni i madh ndaj qeverisë do ndryshojë. Dalë me gjitha Adriatikun atje thonë tek pull do bëjmë protestë. Të lutem. Adriatiku ishte, e provoi tek pull atje si vaj njëri. Ka ndjerë Adriatikun, atë Ilir Xhemalaj tani nga Mallakastra, nga është ai. Se di avokat, po e mbyllim me zero shpresë, kur thoni ju. Megjithatë gjërat ndoshta mund të ndryshojnë rrugës, nuk i dihet. Absolutisht, jo, s'ka ndryshim, vetëm nëse ndryshon ndonjë shtet mik joni. S'ka zgjidhje tjetër. Harrojeni zgjidhjen tjetër. Shikojeni arrogancën dhe paturpsinë e një perverse, e një palaçoje që qeverisë Shqipërinë. Aty shikojeni. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe në emër të shikuesve tanë, sidomos ata për te oqeanin që presin që mund të ketë diçka ndryshe në Shqipëri, por atyre për te oqeanin të them kur të vi pëllum pilin që atje mbyteni me pështym se është agenti i sigurimit të shtetit, i dërguar në 76 nga sigurimi shqiptar. Të lutem do ta them këtë ta dëgjoj prap se ja kam thënë njerë, por nuk merr vesh ai. Më dërgon fotografi muaj me që kontaktoj me njerëz të ndryshëm. Tregon që më ndjek këma këmës. Të keqet do marrës pëllum pilin që ta them këtë i ta dëgjosh. Faleminderit. Faleminderit ju avokat. Faleminderit ju.